Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lëvizjet më të fundit, ngjarjet më të fundit tashmë nga VIP-at. Ish banorja e Big Brotherit, Brikena Selmani, ditën e sotme ka ndarë një video në Instagramin e saj ku ka treguar publikut ndryshimin që ka bërë në dukjen e saj. Tani, Brikena, siç duket, dalja nga shtëpia e Big Brotherit, dashuria që mori nga publiku, pozitiviteti që publiku i dha, pranimi që publiku bëri në fakt të Brikenës, duartrokitjen që mori, sepse nuk është e lehtë, Big Brother e kemi thënë, domethënë është një format tepër i rrezikshëm që di edhe të trembej, që ti mund të nxjerrësh anën tënde më të keqe. Brikena, siç duket, ndjet shumë falendëruese ndaj publikut deri në këtë pikën ku ka arritur, që mua më lë për të kuptuar që Brikena është e lumtur dhe ndjehet e fituar. Domethënë e kemi thënë gjithmonë, jo gjithmonë çmimi i madh, jo gjithmonë çmimi glamur, mund të nxjerrë të preferuar dhe mund të të bëj banor të publikut. Brikena u bë banore e publikut. Nesër mbrëma është nata finale dhe me patjetër ne kemi parë tek Brikena një përkushtim të jashtëzakonshëm për dukjen e saj dhe siç duket Brikena po punon fort për të dukur bukur në sytë të Mateos. Ajo ka bërë një ndryshim në look, domethënë ka bërë zgjatje të flokëve, ka ndryshuar pak ngjyrën, ka marrë një nuancë të re dhe duket tepër e lumtur dhe shumë pozitive. Brikena këto ditë i ka përdor për qetësi, këto ditë i ka përdor për energji të mirë dhe për pozitivitet. Domethënë nuk i ka përdor këto ditët për të bërë nami nëpër rrjetet sociale, për të bërë live nëpër Instagrame, për të bërë komente nëpër Instagrame. Ajo ka përzgjedhur që të jetë e qetë, domethënë ka përzgjedhur që të jetë thjesht në qetësinë e saj për të rimarrë veten. Nuk ka qenë shumë aktive nëpër intervista, gjë të cilën e kanë lënë menjëherë pas daljes nga shtëpia, domethënë pas finales së madhe të banorëve, konkretisht të Mateos, që domethënë Brikena dhe Mateo me patjetër që do të na kënaqin duke bërë lëvizjet së bashku nëpër televizionin Top Channel, nëpër emisione të ndryshme, por gjithsesi Brikena, siç duket, nesër mbrëma do ta mahnis Mateon me pamjen e saj. Ajo që unë shoh një Brikenë shumë premtuese, shoh një Brikenë e cila po fillon tashmë të merr edhe bashkëpunimet, kam arritur të kuptoj që ka marrë disa oferta, domethënë për të qenë pjesë e formateve të fuqishme të televizionit Top Channel, por akoma këto gjëra nuk janë bërë publike, por Brikenën do ta kemi përsëri në media sepse si vajzë që është, do të jetë dhe dashurinë që ka marrë do të jetë pjesë e topit në një emision i cili do t'i kushtohet femrës së bukurës dhe misit. Domethënë Brikena njëherë sot po përgatitet me shumë energji dhe këtë video e ka ndarë duke i falendëruar të gjithë ndjekësit e saj.